situata dhe absolutisht korrupsioni i bërë nga qeveria në çdo hall të saj, që nga niveli më i lartë tek niveli më i ulët. E këtë aspekt atje nuk mund qëndrohet dot as duar kush nuk mund qëndrohet dot as me diskutime dhe fjalime, por ka metoda tjera dhe duhet shkohet në metoda shumë domethënëse. Për shembull, nëse nis nga deputetët, patjetër deputetët kanë mundësira të ndryshme që brenda në parlament, për këtë arsye janë thirrur, pra dhe janë votuar kuptimin që janë zgjedhur, se votuar shumica dërmuese të tyre nuk janë votuar në mënyrë drejt për drejt, por që kryejnë detyrën e deputetët, kanë mundësitë të tyre brenda parlamentit në formën e protestës nga më të ndryshmet. Është spektër i gjerë diskutimesh, nuk është pra thjesht vetëm çështje fjalimi. Por që protestat duhet të ishin bërë shumë shpejt, duhet të ishin bërë shumë energjike dhe unë vazhdoj që ndroj kësaj pike, sepse kërkohen absolutisht nga njerëzit. Pra nëse neve nga njëri krah themi që zgjedhjet janë parë, sa nga krahu tjetër pastaj jeta parlamentare me komisionet e më radhë vazhdon në mënyrë pa trazuar, ku ka një problem në diskutim. Nëse nuk ndërhyjet me protestat e qarta, por jo detyrimisht protesta është thjesht një demonstrim force pra një numër, një klubim, një miting, një fjalim. Protestat janë të një spektër shumë të gjerë se kaq. Nëse nisin nga deputetët, nuk përjashtohet asnjë ngujimi i tyre në parlament. Ju mbani mend herë tjera ka ndodhur që disa deputet kanë luajtur ngrevurie në parlament, nëse historikun e parlamentit. Mund të ishte ky opsioni për shembull? Mund të ishte ky opsioni? Ta përmendim sepse është i qartë, historik. Ka shumë opsione, duhet ishin diskutuar, besoj janë diskutuar grup parlamentar dhe në kryesi të Partisë Demokratike. Unë nuk bëj pjesë as ke njëri as ke tjetër, kështu që nuk mund t'ju them dot se çfarë është diskutuar. Ndjes, por kështu siç po thoni ju, duket sikur nuk janë përfshirë të gjithë edhe demokratët e po themi ata që ndjen pjesë e saj, por është bërë diçka vetëm nga kryetari dhe deputetët, apo po e kuptoj gabim? Po, shumë saktë, nuk ka përfshirje të tjera. Më duket pak si pa sens apo? Është zgjedhje. Nuk e di, tash në fund fare i takon këtyre strukturave që marrin vendimet, pse ato i morën vendimet. Pa u diskutuar, unë jam mbështetës i demokracisë nga poshtë lart, nuk jam mbështetës i demokracisë nga lart poshtë. Ky është një rast klasik i demokracisë nga lart poshtë. Tash nëse funksionon, presim ta shohim, por dyshimet e mia janë që funksionon më mirë. Pra bindjet e mia, parimet e mia që funksionojnë gjithmonë më shumë demokracia nga poshtë lart, që do të thotë nga njerëzit çfarë kërkohet që të bëjnë përfaqësuesit e tyre. Dhe jo e kundërta. Megjithatë, këtu jemi do ta shohim patjetër. Ndërkohë, idealja, ashtu sikur se ju po thoni, ndoshta edhe në pjesën e praktikës së terrenit, jo vetëm në kryeqytet, megjithëse mund të nisi nga aty, ju argumentuat qartë në fakt që deputetët padyshim kanë mënyrën e vetë dhe hapësirën për të komunikuar. Ndërkohë, nëse kërkohet që diçka e tillë të shtrihet edhe në, po themi, në zona të tjera në gjithë Shqipërinë ose të një rezistencë edhe më e madhe, mund të ishte kështu më efikase? Flas në masë edhe për demokratët, pra nuk flas vetëm për deputetët në këtë rast, megjithëse ju e shpjeguat disi, por edhe për të kuptuar qytetarët që na ndjekin. Po, faleminderit për pyetjen. Jo, në radhë parë, nëse do të dëgjojmë neve njerëzit, opozitën dhe demokratët, pra sepse po e marr kështu në fund fare neve përfaqësojmë njerëz. Pastaj se cilësojnë vetëm në një mënyrë ose një tjetër njerëzit është çështje i takon atyre, patjetër, po ato kanë zgjedhur disa përfaqësues. Dhe këta përfaqësues kur zgjidhen, nëse janë përfaqësues me të vërtetë të tyre, shkojnë dhe vejnë veprim ato që kërkojnë këta njerëz, të cilët ata përfaqësojnë. Nëse kjo gjë nuk ndodh në këtë rend, prishet ajo lloj kontrate sociale që ndodhet ndërmjet përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve. Dhe në këtë aspekt këtu është dashur që për të ndezë një shkëndi, është dashur një provë fortë patjetër grupit parlamentar. Nga ky aspekt, se edhe kur themi kryesia dhe grupi parlamentar është pothuajse e njëjta gjë brenda Partisë Demokratike, kështu që është i njëjti koncept pak a shumë, pra themi njërin në kuptim të tjetër. Dhe nga ky aspekt nevojitet, kujtoj që për shkak të aftësisë sistemit zgjedhor aq të mbrapsht, i cili qartësisht e kemi kundërshtuar që para 2 vjetësh përpara, unë personalisht bashkë me disa kolegë tjerë, se ishte e qartë se çfarë do prodhonte, u prodhoi një sistem ku një numër i madh deputetësh de facto nuk përfaqëson. Dhe kur nuk përfaqëson një numër i madh deputetësh, shumë e vështirë që mesazhi i tyre të kalojë në njerëz. Pra, ajo që është demokracia nga lart poshtë, kjo është shumë i vështirë që të kalojë si mesazh. Ose ka akte me të vërtetë
forta, do me thënë se që ndezi një shkëndit fort, ose kjo vështirë që të kthehet në një lloj orteku, siç ju përmendët, që nis nga Tirana dhe vazhdon rrethet e tjera. Është më shumë është e kundërta. Fillon orteku nga njerëzit, dhe më pas ndiqet nga përfaqësuesit e tyre. Kjo do ishte më me vlerë, po deri tani ne nuk kemi parë që fjala dhe vendimet dhe mendimet e njerëzve të opozitës apo demokratëve në fakt të jenë bën veprim nga ata që kanë marrë përfaqësimin e tyre. Ndërkohë, zoti Eli Mehmeti, pavarësisht se për shembull opinionet ndonjëherë qëndrojnë të ndara dhe mund edhe të gjykohen apo të konsiderohen, të kundërshtohen. Fakti është që Partia Demokratike në disa palë zgjedhje ka rezultuar humbëse. Tani pyetja ime për ju është drejt për drejt, përgjegjësia i faturohet liderit, përgjegjësia i faturohet të zgjedhurve, të atyre deputetëve, po them kështu, që janë zgjedhur sadoqoftë numri i tyre nga populli, nga qytetarët, apo në fund të fundit, edhe ashtu sikur se flitet ndonjëherë, edhe qytetarët kanë atë problematikën apo po themi kështu fajin e vet që nuk orientohen kundër, siç shpesh ju demokratët, po themi ose demokratët përgjithësi pa u të gëtuar juve, i quani dhe regjim. Pra ku është problematika, se her pas here edhe pikpyetja e madhe ngrihet edhe në drejtim të liderit, pra të organizimit që bëhet. Po, ishin disa pyetje këtu, kështu që të lutem nëse diçka rrëshket, ju lutem ma rikujtoni. Atëherë rreth parë, për sa i përket pjesës demokracisë, nëse ne do ishim demokraci funksionale, nuk do kishte pas nevojë ose Odirit thotë duhet nuk kuptohet linja ndarëse ndërmjet partisë dhe shtetit. Pra, ose Odir na konsideron edhe parti shtet, që do të thotë këtu demokraci funksionale nuk është. Njëjtë Këshilli i Evropës ka sjell një rekomandim shumë të qartë dhe thotë në zgjedhjet e ardhshme, po themi, duhet të ndahet partia nga shteti. Pra, në të njëjtën linjë që thotë ose Odir. Pra, këtu kemi të bëjmë me një parti shtet dhe ç'është partia shtet, nuk kam se jap mësim prindërve të mi apo gjyshëve të mi, se e din shumë mirë, kanë vujt 50 vjet në kurriz se çfarë është. Këtu për metoda demokratike mos flasim kot sepse nuk funksionojnë, to nuk ndodhen.